Asnjë vendim për t'i dhënë kredi të reja ndihmëse Greqisë, vetëm një raport jo përfundimtar i Trojkës verifikuese. Ministrat e financave të Euros janë të pakënaqur me Athinën sepse Athina dëshiron të fitojë kohë. Ministrat e financave po presin ende raportin vendimtar verifikues të Trojkës, pra të përfaqësuesve të Komisionit të BE-s, të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Qendrore Evropiane. Tani është e rëndësishme që të përfundojë verifikimi dhe të lirohet ajo që premtuar më parë, por kjo nuk ka ndodhur deri tani. Do t'i kthehemi më vonë kësaj çështje, tha presidenti i Këshillit të Ministrave të Financave të Eurozonës, Jeroen Dijsselbloem. Për momentin, shumicën e herëve Trojka dhe qeveria grindën në Athinë në diskutimet javore në nivel nënpunësish. Kryetarët e Trojkës u larguan në dhjetor në një atmosferë protestash nga Greqia dhe do të kthehen pas pak ditësh aty. Aktualisht bëhet fjalë për boshllëqe të pambuluara në buxhet në shumën e 2 miliardë eurove, që Trojka e sheh për vitin 2014. Deri tani Greqia ka marrë 250 miliardë euro kredi. Prej muajsh përmendet një nevojë tjetër prej rreth 10 miliardë eurosh.